Sot jam këtu për të denoncuar kërcënimin madhor që Edi Rama dhe mafia rrezikshme që qëndron prapa tij në qeveri, parlament dhe institucionet tjera, po kërcënojnë në mënyrën më të egër procesin më jetik të shqiptarëve, procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Lajmet që vijnë nga kancelarit europiane, por dhe nga Brukseli, dëshmojnë se Edi Rama është në rreth të kuq. Se Edi Rama, në kundërshtim flagrant me të gjitha zotimet që rrjedhin nga procesi i integrimit, po fakton se ai për interesat pushtetit tij, për të mbrojtur veten nga krimet e rënda që ka kryer, është i aftë të marrë çdo vendim, pavarësisht se blokon plotësisht procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Burime shumë serioze informojnë për diskutimet e gjëra që po zhvillohen në kancelaritë europiane dhe në Bashkimin Evropian, në të cilat nuk përjashtohet dhe opsioni i zhbërjes së plot të procesit integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian për shkak të këtyre qëndrimeve antikushtetuese, antidemokratike, antiligjore që mban Edi Rama në rastin e dosjes së tij, po në aparencë Balluku dhe Akshit.